Euroagro Albania 2025-2030 është platforma e re që u lançua sot nga Kryeministri Edi Rama dhe Ministri i Bujqësisë Andi Salla në një takim me fermerët. Sipas Kryeministrit Rama, kjo platformë nuk do të jetë një faqe e re interneti, por një instrument i vlefshëm për fermerët dhe bujqësinë shqiptare. Euroagro Albania është një instrument të cilin të gjithë ju dhe të gjithë ata që janë atje në fermë dhe që investojnë, prodhojnë, duan të rrisin eksportet, duan të rrisin prodhimin, duan të rrisin cilësinë, duhet ta marrin, ta përdorin, ta pasurojnë dhe ta kthejnë në një nga instrumentet e punës tyre të përditshme. Është një udhërfys për të gjithë ju në çdo hap të procesit të negociatave dhe të rrugës drejt antarësimit. Është një burim informacioni për standarde, për afate, për detyrime konkrete. Është një kanal dialogu, është edhe një mjet koordinimi. Gjatë fjalës së tij, Ministri i Bujqësisë theksoi se kërkesat për bujqësinë janë shumë konkrete, me fokus në digitalizim, monitorim dhe kontrolle, ndërsa platforma Euroagro Albania do të jetë platformë praktike që do të ndihmojë sektorin për t'u përshtatur sipas kritereve të Bashkimit Evropian. Platforma konkretisht do të sjellë një linjë të dedikuar asistence e quajtur numri blu, platformë digjitale informative dhe asistent virtual në portalin e fermerit. Pikat informuese, materiale uzuese dhe trajnime. Në të njëjtën kohë, platforma do të shtrihet përmes bashkive, shërbimeve të ekstensionit, dhomave të tregtisë dhe shoqatave profesionale, që informacioni të mbërrijë shpejt dhe i plot tek të gjithë ju. Në mbyllje, ju ftojmë të bëheni pjesë aktive e këtij procesi, të kërkoni orientim, të përdorni mjetet që po vendosim në dispozicion dhe të nisim përgatitjen që sot. Nga ana jon, ne do të sigurojmë kushtet dhe mbështetjen e nevojshme për pjesëmarrje. Nëse bëhemi bashkë në këtë rrugtim, Bujqësia 2030 do të kthehet në një standard pune dhe treg i ri mundësish.